Historia e të popularizuarës muzikës klasike është e stërmbushur me tregime. Muzicientët e njohur nga Maqedonia, Driton Gaxha dhe Maria Vërshkova, si dhe muzicientë nga Greqia, Miltiadis Kasaras dhe Ilias Livieratos, performuan mbrëm në një ambient ndryshe nga që jemi mësuar të shohim performansat e muzikës klasike. Njerëzit po uleshin në përvendet e tyre dhe me padurim po prisnin fillimin e koncertit. Që nga mosha 5 vjeçare filloj të mirej me muzikë, ndërsa performoj me shumë orkestra të ndryshme, në salla me rëndësi të madhe, të tilla si Filharmonia në Köln, në sallën e koncerteve në Berlin, orkestrën filharmonike të Munichut, po edhe në kënde tjera të botës si SBA-t, Korenë e Jugut, Spanjë, Francë, Danimark dhe shumë vende të tjera. E kush tjetër po si famshmi Driton Gaxha. Une për veti jam kënaq shumë se për spari në këtë vend, hotelin Park and Spa, ishte një ambient fantazi, edhe publiku ishte për një me shumë diçka special, edhe falenderoj kolegëve të mi, ishte kënaqësi për mu me lujt këtë këto vepra. Si erdhi deri te realizimi i këtij koncerti, ideja? Po ideja lindi kështu që une që disa vjetë më thirin do festivale për muzikë kamertale, në Greqi, në Gjermani, në Austri, edhe tash ishte rendi jem, une me organizu naj koncert, edhe i falenderoj shumë zonjës Sermine Porinit, që ajo ishte fajtoria që ndodhi ki koncert, edhe ajo na... Po ideja lindi kështu që une që disa vjetë më thirin do festivale për muzikë kamertale, në Greqi, në Gjermani, në Austri, edhe tash ishte rendi jem, une me organizu naj koncert, edhe i falenderoj shumë zonjës Sermine Porinit, që ajo ishte fajtoria që ndodhi ki koncert, edhe ajo na ndihmoj më organizu ki koncert. Dashamirët e muzikës klasike po kalonin qaste të mrekullueshme, ndërsa këngëtari Adrian Gaxha tha se po ndihej më i emocionuar se sa në koncertet e tija. Mirë, super. Sikur vetë me pas koncertet, me të njëjtat emocione. Po tash, normal që mungojnë, ta them të drejtën për gjithësin këtë shtetë, këtë Maqedoni është eventi i parë që në bëhet në këtë ambient veçantë me muzikë klasike. Zakonisht njerëzit janë mësu në sala, për në salat konferencave me bë normal një tipi til eventit, po deshëm diçka më ndryshe me bë, edhe më vjen mirë që komentet janë ko gjatë mira edhe shpresojmë që ka me pas ma shumë eventet tilla si kjo. Me një prirje të veçantë për muzikën klasike, duke i përvetësuar më së miri teknikat e pianos, Maria Vërshkova së bashku me të tjerët krijuan atmosferë të paharrueshme. Не благодарно е како уметник да кажувам моите впечатоци, веројатно публиката тоа треба да го спомне. Jam e kënaqur duke pasur parasysh atë që ekipi ynë u mbledh mbrëm dhe mund ta them që mbrëm kemi bërë prova tërë ditën dhe normal që është shumë stresuese që për një kohë kaq të shkurtër duhet të bëhet një material aq i madh, por sinqerisht kam përshtypje pozitive, megjithatë publiku do e tregon. Me thirrjen e qendrës informative kulturore u formua ky ansambël, pra unë me Dritonin bashkëpunoj tani më disa vite dhe kështu erdhi deri te kombinimi që thirrëm 2 kolegë nga Greqia për të na ndihmuar dhe tani ja u realizua edhe ky koncert. Dukshëm i emocionuar dhe i lumtur që po performonte në Shkup, muzicienti grek Miltiadis Kasaras u shpreh se po ndjehej i tejet i lumtur për bashkëpunimin me Dritonin dhe të tjerët për realizimin e këtij koncerti.
Është shumë përvojë e mirë të jesh këtu në Maqedoni. Hera e parë për mua. Shumë mirë po kalojmë. Kishte mjaft publik që është një gjë shumë e mirë. Ne do të kemi një koncert nesër në Prishtinë. Dhe kam dëgjuar që është një festival shumë i rëndësishëm dhe është shumë mirë që jemi të ftuar edhe atje. Koncerti u mbajt në një ambient jo të zakonshëm në hotelin Park & Spa, ndryshe nga sallat e konferencave ku mbahen zakonisht koncertet klasike.